Shpresoj që do jetë e treta e vërteta. Kur jam vetëm në live, besoj se më dëgjoni mirë. Nuk e di pse në momentin kur bashkoheta ndoja në dëgjoj 2 herë. Andoina? Dëgjoj shumë mirë. Se di se si na dëgjojnë të tjerët, disa tjetër. Unë në momentin kur e nis live-in jam shumë mirë, po në momentin kur bashkohesh ti, fillon përsëritet zëri. Si do ta bëjmë? Do pyesim sugjerim nga publiku. Okej. Po tani Keni idenë? sërish dëgjohemi keq? Po. Ti dëgjon zërin tënd mbrapsht, unë jo për vetë. Po. Si ndodh kjo gjë? Është herë e parë për mua që ndodh. Do futem në Google. Në fakt nuk ka ndodhur dyert të tjera, por gjithmonë ja kam lënë fajin linjës. Mos interferon në gjë inja këtu për shembull laptopi, jo, s'ka lidhje. Nuk e di. Ishte apo ta fik në gjë. Tani është mirë? Më thoni që është mirë? Andruina thotë ka zërin shumë të ulët. Thonë se ngrej unë zërin pa merr. Tani thotë është mirë. Vetëm unë që kam zërin pak të ulët. Nuk ka problem se unë pyetje do bëj, kështu që edhe mund t'i bëj me shkrim pyetje. Problemi është që në momentin që flas, përsëritet zëri 2 herë. Dhe është vështirë edhe për mua të flas, edhe për personat të dëgjojnë. Po mirë, dëgjojeni të dyja them. Okej. Zëri allas po do të thot 2 herë? Dëgjohet pak. Ai Sela. Çfarë do thuash me zëri allas? Jo, nuk dëgjohet 2 herë. Do të thoni më okay. Okej. Ku do ja nisim? Ja nisim nga fillimi apo këtu ku e lam? Po, ta nisim nga fillimi në momentin që do ruhet live-i, Po, do të shikojt nga e para. shikoj më e para. Atëherë t'ja nis unë domethënë. Unë jam Andruina Sergjini, jetoj në qytetin e Burelit dhe kam kërkuar këtë live për pasi personi që është përballë meje të live ishte shumë pozitive në statusin që bënte, edhe pse jo doja që për followersat e mi dhe për gjithë pjesën tjetër të ndiheshin pak më shumë pozitiv në këtë ditë. Zgjedha temën dashuria edhe e mirëpritur nga Alla për të bërë një intervistë të shkurtër. Unë kam punuar në televizion 18 vjet, ka 2 vite që jam shkëputur paksa, por jo krejtësisht, dhe e dua televizionin, e dua punën që bëj, psikologjinë, edhe e dua punën që bëj tani dhe përshirë tani pjesën e drejtimit në një qendër kulturore të fëmijësh. Edhe faleminderit për live-in. Të përgëzoja ndaj për punën që bën. Unë po ashtu po e heq kufjet në momentin që do flas, sepse kam të pamundur vetëm 2 herë. Do prezantohem edhe për audiencën tënde, quhem Alla, unë jam nga Rusia, nuk jam shqiptare, kështu që kërkoj ndjes që në fillim për gabimet që mund t'i bëj. Mundohem ta përmirësohem, po që e di që vazhdoj të bëj. E vërtet që kam mirëpritur shumë temën e dashurisë, sepse kisha më plan t'i nisja, po që filluam me një herë me rritjen personale, me temën e paras, edhe gjithmonë shtyje për më vonë, kështu që ftesa jote për një live të përbashkët ishte kënaqësi dhe më bëri të nisja. Sepse unë mendoj që dashuria është fillimi i gjithçkaje, edhe i pasurisë, edhe i suksesit. Kështu që duke qenë të dashuruar në çdo lloj kuptimi, ne kemi edhe sukses, edhe para, edhe gjithçka. Unë kështu e kam perceptuar unë. Unë kam përgatitur në fakt 5-6 pyetje. Të parën po e nis, pa humbur kohë. A duhet trajtuar dashuria si një sëmundje psikologjike, përderisa simptomat janë si rrajë zemre të shpeshta, dërsitje, bllokim sumarrjesh e gjëra si këto, në momentin që personi bie në dashuri ose e humb në dashuri. Sipas teje, sipas jush, si perceptohet kjo gjë? Mund të quhet e tillë apo jo? Atëherë,
Për mendimin tim, derisa kam lexuar ose kam punuar me çiftet për life coaching, normalisht nuk kam bër shkollën në mjeksi, por aq sa e di, proceset e dashurisë ende janë të pazbuluara plotësisht nga shkencëtarët, andajene po thonë disa persona që mezi dëgjohesh, por andajene do të bëj më shumë pyetjet dhe unë do mundohem ato pyetjet të përsëris, pasi kemi të pamundur tani ta zgjidhim këtë problem. Edhe po shkruaj pyetjen, ëh? Edhe atëherë, për sa e përket sëmundjes, si ta trajtojmë dashurinë, si sëmundje apo jo. Këto janë proceset derisa janë studiuar deri tani, të cilët përfshin shumë proceset kimike në mendjen tonë. Pra, truri jon fillon prodhon hormonet nga më të ndryshme, të cilët fillojnë na shtojnë euforinë dhe fillojnë prodhojnë hormonet të lumturisë. Dhe këtu mund ta shpjegojmë pse, për shembull, duam të përjetojmë më shumë takimet me personin me të cilin bim në dashuri. Dhe kjo është hormoni i parë, në fakt, që quhet dopamin, dhe kjo është i njëjti hormon i cili ne motivojmë në procesin e coaching kur punojmë me qëllimet. Pra, në momentin kur personi bie në dashuri me dikë tjetër, e bën pak a shumë të njëjtin funksion, e vendos vetes qëllim që do ta jetë me këtë person sa më shumë të jetë të mundur. Po që trupi jonë është shumë i komplikuar dhe nuk është vetëm hormon, dhe bashkë me këtë, personi zakonisht duhet të dalë nga zona e rehatisë, duhet të ndryshojnë disa proceset të tjera të jetës dhe shtohen njëkohësisht me hormonin e lumturisë, njëkohësisht shtohet adrenalina, i cila shkakton pikërisht këto simptomat si rrahje zemrës, si stres, frikë e tjerë, dhe hormoni tjetër kortizoli. Gjithashtu ka të njëjtin simptom. Prandaj në momentin kur personi që kemi fiksim, se s'është ende dashuri, kjo është më shumë fiksimi, në këtë rast kundërshtojnë këto dy hormonet. Pra, edhe lumturia, ajo euforia si ndihemi në pranë personit dhe hormonet e stresit. Prandaj shtohen këto simptomat e rrahjet e zemrës. Por, çfarë ndodh? Në momentin kur një person është kaq shumë i motivuar ose, si lloj fryme energjisë i shkaktuar nga të gjitha këto hormona që i prodhon trupi jon, ndodh që ne realisht nuk dëshirohemi me personin që i kemi përballë, por dëshirohemi me veten dhe me këtë ndjesinë e euforisë, i cili është e prodhuar nga hormoni i dopaminës. Njëkohësisht, gjithashtu, këto prodhimet e hormonave shkaktojnë që hormonet që janë pak më, që na sjellin në jetë më shumë, se jemi më realiste, ata momentalisht fillojnë bien, dhe është një hormon tjetër që quhet serotonin, është pikërisht ai hormoni që i shton gjithmonë dramën marrëdhënieve personale, sepse ne nuk shikojmë realisht kush është personi, siç përmendë, duam ta përjetojmë më shpesh gjendjen e euforisë pranë atij personit dhe harrojmë që shpesh herë krijojmë imagjinatën ose imazhin e atij personit i cili nuk është realisht ashtu. Çfarë ndodh? Duam ta idealizojmë partnerin dhe shikojmë vetëm anët pozitive dhe nuk shikojmë, gjithë jemi njerëz edhe gjithmonë si anët pozitive dhe të forta, të gjitha ne kemi anët tona ose karakteristikat tona më të dobta, po në momentin e euforisë ne nuk arrim dot të jemi realistet edhe të vlerësojmë personin nga të gjitha anët. Kjo është një lloj situate i cila nuk zgjat përgjithmonë. Dhe këtë besoj keni dëgjuar shumë prej jush që fiksimi në përgjithësi zgjat nga 3 muaj deri në 3 vite. Dhe pse ndodh që nuk ekziston kjo ndjesi përgjithmonë? Ideja është që këto hormonet e stresit shkaktojnë e vërtet shumë toksinet e organizmit ton, dhe në qoftë se do zgjas të gjithë jetën, kjo fuqia ose vrulli kur mund ta bëjmë gjithçka, sepse njëkohësisht
ulet gjithmonë edhe nevoja për gjumin dhe gjithashtu nevoja për shembull e ushqimit, pasi marrim energjinë nga hormonet dhe harrojmë, jo që harrojmë, po nuk kemi nevojë për resurse të tjerë momentalisht. Ideja është që është shumë shkatruese kjo gjendje për një organizm i gjallë dhe prandaj nuk mund të vazhdojë gjithë jetën, prandaj është vetëm me periudhe. Lumturia ose dashuria e vërtet fillon në momentin kur qetësohen hormonet dhe fillojnë të prodhohen hormonet e jetës normale, të cilët mund të na bëjnë ta krijojmë partneritetet dhe ta fillojmë ta respektojmë njëri tjetrin për atë që jemi. Nuk do të ndryshojmë personin që kemi përballë, sepse në momentin që kemi idealizuar, në momentin kur ulen hormonet, fillojmë shohim realitetin dhe këto dy nuk përputhen bashkë. Dhe ndodh shpeshherë që partnerët fillojnë duan të ndryshojnë njëri tjetrin që të përshtaten me imazhet që kanë krijuar vetë në momentin kur ishin në pikun e hormoneve. Pra, këtu është ndryshimi midis fiksimit dhe dashurisë dhe pikërisht fiksimi, kjo fazë e shkurtër nga 3 muaj deri në 3 vite ose i pasionit, kjo nuk besoj se duhet quhet si një sëmundje dhe duhet të trajtojmë me psikologët, se të gjithë duan të përjetojnë këto momentet të lumturisë, por që duhet të jemi pak më realiste, duhet njihemi me këto proceset në trup së pari, së dyti edhe në këto fillimet e marrëdhënieve kur janë këto periudhat shumë të bukura, thjesht ta kemi parasysh që edhe në këto momentet të fillojmë të analizojmë situatën nga të gjitha anët dhe ta kemi parasysh që drama nuk na sjell në të ardhmen lumturinë dhe suksesin ose shëndetjen në marrëdhëniet personale. Besoj se është shumë e saktë përgjigjja, domethënë, kthimi i një ide ose mendimi të pyetjes së parë. Dhe kam pyetjen e dytë. Pse lidhjet në kohët e sotme janë shumë të tensionuara tek shumica e njerëzve? Për shembull, është ajo që theti ka shumë dramë, por kjo ndodh në shumicën e njerëzve dhe jo vetëm në 1 ose 2 marrëdhënie. Nuk e di pse ndodh kjo. Janë njerëz gjithkohës në tension. O bo ku është, o bo qa bën, o bo flet me dikë, o bo ndam, domethënë është kjo pasiguria. O Ahmet, e kuptoj shumë mirë o Ahmet, po deshe shiko, po s'deshe shiko. Shumë e drejtë. Atëherë, pse shumë personat janë kaq të tensionuar në marrëdhëniet e tyre? Besoj se vetë nuk kanë faj, sepse çfarë ndodh? Në momentin kur rritemi, ne marrim shembullin nga familjet ku jemi rritur ne, nga familjet pastaj edhe të prindërve tanë ku ishin rritur ata në cilet kushtet, dhe normalisht edhe natyrisht ne marrim shembujt nga gjeneratat më të rritura se ne. Historia tregon që koha në shekujt të kaluara nuk ka qenë e qetë. Pra ishte shumë vështirë që prindërit tanë dhe gjyshit tanë të ndërtonin marrëdhënie të shëndetshme siç presim ne ta kemi sot. Dhe pavarësisht fjalëve që ne mund ta dëgjojmë nga dikush, ndodh që ne kur jemi fëmijë ne shikojmë dhe marrim shembullin nga familja dhe përsërisim sjelljen e prindërve në përgjithësi. Dhe vajzat zakonisht sillen në marrëdhëniet po ashtu siç e kanë parë mamin, dhe burrat edhe babin, po edhe mamin gjithashtu. Mami gjithmonë luan rolin kryesor në skenaret pastaj në marrëdhëniet personale tek fëmijët. Dhe nuk kanë faj, se nuk është kjo për të shkuar tek mami tani edhe për të thonë ti nuk më ke mësuar, sepse ndodh që edhe vetë nuk i dinin po si është ajo e bukur. Dhe nuk kanë faj për shkak se përmendë më lart koha ka qenë shumë e vështirë. Revolucioni, luftrat, vështirësitë, krizet ekonomike dhe shumë gjëra të tjera kur gratë realisht merrnin shumë rolet mashkullore dhe harronin fare se cilat janë nevojat kryesore pse dy personat bëjnë lidhjen në partneritet. Dhe
Pastaj, një tjetër gjë që doja patjetër të përmendje sot janë edhe librat me të cilët ne rritemi dhe prallat për fëmijët. Po. Këtu dua ta flas Shumë shumë, interesante. Aha. dua ta flas shumë për Borbardën, Hirushin, dhe këto modernet që është Rapunzel edhe gjithë vajzat princeshe të tjera. Kam përgatitur edhe një imazh, shpresoj që t'i dalë këtu. Po, shumë pak persone njihen me Trekëndshën e Cartmanit. Dhe ky është Trekëndshi i dramës, i cili do të thotë që në jetën reale shumë ose pothuajse të gjithë personat në një lidhje ose në një situatë marrin ose zgjedhin në mënyrë të pavetëdijshme një nga rolet: viktima, shpëtimtari dhe prosecutor. Kërkojnë ndjes, nuk e di fjalën në shqip, pra ai që është agresiv, pra ai që sulmon të gjithë, ai që ka fajin, fajtori. Edhe çfarë ndodh? Borbarda edhe gjithë princeshat të tjera janë viktimat e situatave të ndryshme, vuajnë nga sjellja e keqe e dikujt. Vuajnë shumë, punojnë fort. Dhe çfarë bëjnë ata? Ata presin një princ i cili do të vijë dhe do të shpëtojë nga gjitha kjo. Dhe ne realisht, kur jemi të vegjël vajzat, shikojmë dhe i themi ua, po sa bukur. E vërtet erdhi ai me kalën e bardhë, edhe shpëtoi, e hoqi nga kështjella, i vrau atë, nuk e di, bishën e cila i sulmonte të gjithë, dhe këtu ndodh happy endi. Por në fakt, në qoftë se në këtë situatë, kjo situatë do të zhvillohej jashtë ekranit në jetën reale, çfarë ndodh? Vajza në këtë rast është viktima. Pra ka qenë aty dhe priste derisa të vinte ai. Ai pa pyet ajo ndihmën, në fakt, futet në një situatë ku nuk i përket fare, shikon që ajo po vuan. Atij i vjen gjunaf. Ai s'është që shpëton për një arsye. Atij i vjen gjunaf, se po vuan në shkreta, sepse i torturon dikush tjetër, dhe futet në situatë ku si përket fare atij të përshtatet dhe e shpëton vajzën. Kjo është dramë, edhe konsekuencët e gjithë këtyre marrëdhënieve pastaj kthehen në marrëdhënie toksike, sepse në çdo rast, për çdo lloj problemi që mund t'i kenë ata më vonë, do të kërkojnë një fajtor, ajo gjithmonë do të presi, nuk do të përballet me përgjegjësinë tek jeta e saj, sepse është mësuar që vjen dikush tjetër dhe gjithmonë e zgjidh të gjitha hallet e të mohabetet dhe problemet. Edhe në këtë mënyrë, sepse mësohet me këtë sjellje, në këtë mënyrë do të vazhdojë edhe në problemet e tyre të përbashkëta, në momentin që duhet ta diskutojnë edhe ta zgjidhin debatat që mund të kenë ata dy, ata do vazhdojnë të sillen po në këtë mënyrë, ndonjëherë edhe duke ndruar rolet, sepse pastaj futen edhe prindërit atje, edhe fillojnë ndryshojnë këto rolet si në teatr. Dhe ne realisht nuk njihemi, puna ime ka treguar që shumë pak persone njihen me këtë skenarin, me Trekëndshën e Cartmanit, dhe unë mendoj se janë disa pikat, jo që të trajtohet për shembull dashuria si një sëmundje psikologjike për shembull në fillim, por është shumë e rëndësishme që ne kur jemi fëmijët të kalojmë një lloj edukate psikologjike, sado bazë të jetë, ndoshta jo në shkollë, po të paktën në universitet, të njihemi me jetën, sepse realisht në shkollë, në universitet mësojmë të shkruajmë, mësojmë disa aftësi profesionale, por jemi totalisht të paaft të mirë kuptohemi në marrëdhëniet tona të pare të dytë, dhe shpesh herë ndodh që dështohemi në marrëdhëniet të pare të dytë dhe vazhdojmë kërkojmë po prap shpëtimtarit, sepse mendojmë që do jetë një person i katërt i pestë i cili pikërisht do vi dhe do shpëtoj, po duke përsëritur të njëjtat gjërat nga një marrëdhënie në një marrëdhënie tjetër, pa bërë reflektimin tek vetja, ndryshimet, nuk po them që duhet të ndryshojmë veten, po janë disa mendimet të cilat janë shumë të rëndësishme të ndryshojmë, që ta krijojmë marrëdhënie të suksesshme. Edhe i para është të paktën ta fillojmë të kuptojmë çfarë kërkojnë të dyja palët kur krijojnë partneritetin. Pra, sepse shumë personat tani jo vetëm që përjetojnë ndjejnë shumë tension në marrëdhëniet, janë dhe shumë personat të tjerë të cilët thonë që jam më mirë vetëm, edhe bëjnë zgjedhjen e tyre të qëndrojnë jashtë marrëdhënieve sepse janë lodhur nga këto dramat.
Dhe këto janë pikët më të rëndësishme më dje se sa hormonet që kemi diskutuar. Është vërtet. Mendoj që prap janë i qëndruar kësaj që shqiptarët janë shumë të prekur nga ky trekëndri, sepse janë shumë të përfshirë te kjo pjesë. Për shembull ka djem që thonë që mu më vjen keq për atë, i dhimbset edhe në fund fare përfundon duke marrë sinuse, ose ka një femër e cila e shikon partnerin si gjunaf, edhe çfarë bën, thot hajde se po lidhem edhe po Gjina. përfundoj. Do të thënë i kam parë të dy ekstremet. Po realisht askush nuk e do marrëdhëniet kur një nga partnerët është për gjuna. Mendoj që edhe kjo është arsye e divorceve. E divorceve pas 2-3 vitesh ose 5 vitesh. Sepse fillojnë edhe u vjen reflektimi pak me vonesë, edhe kur fillojnë reflektojnë pastaj thonë jo po nuk e përballoj dot, jo po nuk bën për mua, jo po gjithmonë qahet, ankohet. Mirë, vazhdoj me pyetjen tjetër. Po, patjetër. Disa sekrete se si mund ta mbajmë një lidhje të gjatë dhe të shëndosh. Një lidhje të gjatë dhe të shëndosh. Okej. Së pari, Sekrete. secili prej personave është shumë e rëndësishme ta ketë vizionin e jetës së vet për një afat gjatë. Dhe të paktën ta ketë një vizion për 10 vite në të ardhmen. Dhe në qoftë se do të pyes dikë, për shembull, të ndaloj në rrugë dhe të pyes, a do të thuash çfarë do bësh ti ose si shikon jetën pas 10 viteve? A zakonisht është shumë e vështirë, sepse ne kemi pasigurinë në përgjithshmëri, edhe pra për shkak të edhe të situatës që jemi tani, kemi të vështirë të planifikojmë ditën edhe javën edhe jo 10 vite. Kjo nuk do të thotë që patjetër gjithçka do të ndodhi ashtu siç e ke parashikuar për një afat 10 vjeçar, më së normale, se prap realistë jemi. Por dëshirat ose disa pikët në të ardhmen ku ne orientohemi, një lloj strategji për jetën tonë, këto janë pikët me të cilet ne marrim vendimet në përgjithshmëri. Pra, ku jam në marrëdhëniet, ku jam në profesion, ku dua ta jem pas një farë kohe. Dhe nga vizioni, ne mund të zbulojmë gjithashtu edhe vlerat. Çdo person përveç se ka një listë vlerësh shumë gjatë, ne kemi edhe top 3 ose maksimumi top 5 vlerë kryesore, të cilët na udhëzojnë në marrjen e vendimeve në përgjithshmëri. Dhe në qoftë se kalojnë hormonet, sigurisht që ngelet respekti për njëri tjetrin dhe ne personat rikthehemi në jetën reale. Kam lexuar një kuriozitet kur ishe duke përgatitur për lavin, pse pasioni ose fiksimi zgjat deri në 3 vite, pse jo më shumë, pse jo 5, pse jo 10, pse pikërisht 3. Dhe kjo vjen gjithashtu nga natyra dhe nga shkëputja e fëmijës nga mamaja, shkëputja emocionale e fëmijës. Dhe pak a shumë supozohet, është një teori, që 3 vite për shkak që të lidhin dy persona bashkë, që mos të ndajnë para se mbushet mosha 3 vjeçare për fëmijën, sepse historikisht ka qenë njerëzit kishin si qëllim mbijetesën, pra kishin të vështirë të mbijetonin vetë. Dhe natyra e kishte krijuar që në momentin kur fëmia është i vogël dhe është i lidhur me nënën e vet, është shumë e rëndësishme që ta jetë edhe partneri pranë dhe ta japi këtë mbrojtjen fizike dhe që ta mbijetojnë ata të gjithë, pra që të vazhdonte njerëzimi. Dhe në momentin kur fëmia rritet dhe bëhet shkëputje emocionale nga prindërit, që ndodh në moshën 3 vjeç, që edhe ky është një faktor shumë i rëndësishëm dhe është një kuriozitet tjetër, në Shqipëri ndodh që shkëputje emocionale nga prindërit ndodh me shumë vonesë. Edhe ka dhe rastet kur personat bëhen 20, 30, 40 vjeç dhe nuk e kanë bërë fare këtë shkëputjen kur duhet kishin qenë të vegjël. Kështu që natyra kështu supozohet e ka krijuar këto ndjesitë, pse 3 vite. Për t'ia shtuar kësaj pjese, pa kaluar te pyetja tjetër. Për shembull, jo njerëz që kanë një
marrëdhënie platonike, mund të themi, ose fiksim, apo nuk e di se çfarë mund të thuhet, por sipas tyre është një dashuri e cila ka më shumë se 3 vite që zgjat, por që personat ose kanë kontakt të fshehtë dhe nuk marrin një vendim për ta ndarë mendjen për po ose jo, ose kanë një kontakt jashtëmartësor. Kjo çfarë është unë këtë nuk e kuptoj. Mirë, sipas ne janë disa probleme gjithashtu psikologjike tek madje tek të treja palët, sepse edhe këta janë pastaj trekëndshë, nuk është më i dramës, por trekëndshë i dashurisë. Sicili normalisht duhet ta mbajë përgjegjësinë për jetën e tij dhe për partneritetin ku ndodhet. Dhe në momentin kur një nga partnerët nuk e plotson dot nevojat personale në marrëdhënien, pra ku mungon besimi ose ku mungojnë kur nuk e kanë përputhjen në vizionin dhe me vlerët, por ndodhi që janë lidhur dhe tani gjithashtu kemi ca problemet që rritemi me idenë që janë ca gjëra që duhet ta bëjmë sepse i nisim dhe nga kjo ide që duhet ta qëndrojmë në ato marrëdhënie që ne kemi filluar dhe nuk mund ta jemi të sinqertë dhe t'i ndajmë, fillojnë këto shtrembrimet pastaj të realitetit, ku personi do të heqi stresin, nuk e di, ta kërkoj gjithashtu ato euforinë cilën ta përjetoj dhe një herë ato hormonat, edhe krijohen trekëndshët e dashurisë. Çfarë ndodh gjatë kësaj? Normalisht asnjëri prej këtyre 3 personave nuk kanë neurozat të tyre që ose mund të them shkurt, sepse nuk është normale, sepse duhet të ndajnë mendjen ku janë, çfarë janë duke bërë, çfarë duan, çfarë presin, dhe natyra nuk e ka krijuar njerëzit që ta jetojnë në grup, ka krijuar njerëzit që ta bëjnë partneritet dhe të bëhen 2 persona. Dhe gjithashtu, në qoftë se flasëm për një bashkëshort i cili ka gjetur një grua për dashurinë jashtë familjes, kjo do të thotë që edhe pikërisht vetë gratë të dyja, edhe bashkëshortja, edhe vajza e tretë, e cila hyn në këtë marrëdhënie, do të thotë që kanë të gjitha problemet me vetbesimin, sepse nuk mendojnë se meritojnë marrëdhënie të shëndetshme dhe fillojnë hynë në rolet nga më të ndryshme, ku është mungesë respekti pastaj. Nëse flasim shkurt për këtë pjesë, se kjo është një temë shumë e gjerë pse ndodh. Po, vetëm thjesht sa për një ripresim, domethënë, të kësaj. Atëherë, është pyetje tjetër kur vuan nga dashuria për dikë, është fiksim, adhurim apo dashuri? Domethënë, jemi në pjesën e vuajtjes, jo të dashurisë. Se kemi shumë qef dramat. Po, unë mendoj se aty ku është drama, nuk është lumturia ose dashuria e vërtet. Drama nuk ka lidhje me lumturinë. Kështu që në momentin kur ka një vuajtje, unë bëj pyetjen personit që i kam pranë nëse kam klient. Si ka ndodhur ose çfarë ke bërë ti që je futur në këtë dramë? Si e ke ti vizionin tënd, si ke dëshirë ta kesh marrëdhëniet ideale, pa marr momentalisht partnerin për të cilën bëhet fjalë, për të cilën po vuan. Si ke ti imazhin e marrëdhënieve ideale? Dhe pastaj bëjmë krahasimin me realitetin që ka dhe ta mendojmë çfarë mund ta bëj klienti ose klientja në këtë situatë. Dhe prap të rritur që jemi dhe në momentin kur mësojmë dhe e dim ta marrim përgjegjësinë në duart tona për jetën tonë, sigurisht gjithmonë ka madje disa ide se çfarë mund të bëhet. Pra nuk është të thonë gjithmonë që duhet të dalem nga marrëdhënia, ndoshta është diçka që vetë personi bën gabim dhe nuk e shikon dot, edhe gjithmonë ka nevojë për komunikim. Përpara se ta prishim marrëdhëniet cilët na duket toksike, gjithmonë duhet ta bëjmë hapa duke marrë feedbackun nga personi tjetër. Shiko, mos e merr si kritik, por që shiko, unë ndihem që unë jam duke vuajtur për arsyet 1 2 3 4. Do doja ta kisha ndryshe, por të lutem më thuaj çfarë bëj unë gabim për mendimin tënd. Pra partneriteti si në biznes, si në
familje, kërkon komunikimin. Është vërtet. Okej, kam një tjetër pyetje. Si ta kuptojmë që është dashuria e vërtetë? Do me thënë, kjo pyetje ka lindur si efekt se shumë prej shoqeve të mia që njoh, e bëjnë këtë pyetje, thonë, po, okej, a është ky i duri? A është kjo vërtet dashuria e vërtetë? Edhe si mund ta kuptojmë ne që dikush është vërtet dashuria e vërtetë? Për mendimin tim, se pari tregon koha. Së dyti tregon respekti që personët tregojnë tek njëri tjetri. Koncepti im personal, çfarë do të thotë dashuri ose dashuri e vërtetë, për mendimin tim, pra nuk dua të influencoj mendimeve, është kur dy personat nuk janë jashtë këtij trekëndshit të karpanit, sepse në qoftë se njëri është shpëtimtari, të tjetri është viktima, krijohet ideja që këta shikojnë njëri tjetrin nga lart të poshtë. Pra, viktima ka të pamundur ta marrë vendimet dhe shpëtimtari atij vjen gjunaf edhe pra nuk e mendon që ajo do të dalë vetë. Dhe këtu krijohet ky shikimi nga lart të poshtë ose nga poshtë lart. Pra, partneriteti është kur dy personat shikojnë njëri tjetrin ballë për ballë. Dhe e dinë dhe e kuptojnë dhe arrin të kuptojnë që në qoftë se, për shembull, të gjitha vajzat kanë ëndër ta shikojnë pranë një burr mashkullor, i cili do të jetë i fortë, do të ketë sukses edhe në punë, por harrojnë që personat askush nuk është ideal dhe harrojnë që bashkë me këto cilësitë do ta ketë edhe cilësitë të tjera. Nëse ne kërkojmë një burr bashkëshor i përgjegjshëm në punën që bën, duhet ta jemi shumë të gatshme që kur do vinë në shtëpi, përgjegjësinë do ta heqi dhe do vi dhe do ta çlodhet edhe sepse një njeri i gjallë nuk mund të jetë gjithkohës në tension, sepse gjithashtu krijon problemet psikologjike pastaj dhe fizike, problemet me shëndetin më vonë. Kështu që është sjellje më së normale që një person i përgjegjshëm në punë pas 12 orë pune do vinë në shtëpi, do ta stakoj trurin dhe nuk do merret me përgjegjësinë edhe aty. Prandaj është partneriteti që secili duke ditur pikat ose karakteristikat nga më të forta edhe nga ato më të dobta, të përshtaten me njëri tjetrin duke respektuar dëshirat dhe nevojat e secilit. Pra ata janë të gatshme të përshtaten dhe të përgjigjen vetes, a jam okay me këto edhe të dobtët? Po ose jo. Nëse po, pastaj këtu vjen gjithashtu partneriteti. A është personi i duhur apo jo? Pra, ky shikimi, siç thash, është shenjë e parë. Pra, konsiderojmë njëri tjetrin si partnerit. Dhe pika e dytë, që secili në mënyrë shumë të sinqertë dëshiron që të dy në çift të rriten personalisht. Pra, kjo rritje personale të jetë nga të dy anët dhe si njëri si tjetri ka dëshirën e plotë dhe i sinqertë që të zhvillohet edhe personi tjetër. Pra, që këto dy të rriten në vazhdimsi bashkë. Kjo është koncepti im e marrëdhënieve të shëndetshme. Dhe nëse ndodh kështu, po sigurisht është personi i duhur. Nëse nuk ndodh kështu, nuk do të thotë që është personi i gabuar, thjesht mund ta ketë kjo ide e keqkuptimeve që nuk kanë folur dhe nëse të fillojnë të flasin, un kam një pyetje që mund ta bëj secili në çift çdo ditë për të bërë njëri tjetrin më të lumtur. Pyetja është se për shembull kur dikush të mërzitet, ne të gjithë duam supportin, por çfarë nuk kuptoj unë me fjalën support dhe çfarë nuk kupton një person tjetër po me këtë fjalën support, kemi ide nga më të ndryshme. Por mua supporti mund të jetë që të më japi kohë të përjetoj emocionet nga më të ndryshme që mund të shkojnë me ups and downs, edhe do të më japi kohën të përballen me këto emocionet pa mprekur. Dikush supportin e koncepton që do një përqafim, dikush tjetër e do një sugjerim, dikush tjetër do të flasi. Dhe në momentin kur unë dua qetësi dhe tjetri më bën shumë pyetje, unë acarohem. Si shembull, thash se nuk është dhe çfarë ndodh? Njerëzit nuk flasin dhe mendojnë se personi që është
partner është po i njëjti si që jemi ne, po realisht supportin kërkojmë, por çfarë nënkuptojmë ne fjalën support ose dashuri ose vëmendje. Dhe të gjitha këto është shumë e rëndësishme të sqarojmë njëri tjetrin në fjalë. Çfarë do të thotë për secilin. Dhe në momentin kur nuk dim si ta reagojmë, për shembull, shikojmë partnerin të mërzitur dhe nuk dim si ta reagojmë. Pyetja më e mirë është që ta bëjmë është çfarë mund ta bëjmë për ty tani që ti të ndihesh më e lumtur ose më i lumtur. Dhe le të përgjigjet personi dhe është pyetje për të gjithë. Prandaj, nuk e di nëse keni menduar më përpara, pse kemi 2 vesh dhe 1 gojë. Po që të dëgjojmë më shumë të tjerët dhe mos ta kundërshtojmë shumë, të dëgjojmë dhe të pranojmë atë që na thonë. Është e vërtet. Po lexoja këtu një koment të këtij që ka një tip Valter Mucollari, thotë duhet ta sër kafën i dashur në krevat. Kjo është shenja e parë. O ti Valter, dëgjoj, ne kemi një live i cili flitet për dashurinë. Dhe nuk e di se si e koncepton ti, po ky është një koment shumë për adoleshentë më tepër, edhe nuk ka vend fare këtu. Gjithsesi falenderoj që na ndjek. Edhe përqendrohet te tema dhe mos dil jashtë gjërave që themi ne, se mos na e prish një çik live. Sepse ishte vërtet shumë bukur, por nuk është koncepti ky. As që mashkulli të jetë në rolin e një shërbëtori, Të ndeshëtoj. të bëj çfarë ti thot femra, jo po ti lidh lidhsen e atleteve, jo po ti sill kafen te krevati, jo po të bëj gjëra të tilla. Ne jemi për një dashuri, kështu po e perceptojmë nga alla, paktën. Ne kështu e kemi kuptuar, për një dashuri reciproke, për një ndjenjë të vërtetë, të cilën nuk ka nevojë për të bërë këto egzagerimet. Ne po themi që çelësi kryesor i një dashurie është komunikimi. Nëse ne flasim hapur me partnerin, çdo gjë vjen qetësisht dhe aty kuptojmë vërtet dashurinë e vërtetë. Unë paktën këto kam arritur të kuptoj deri tani. Kështu që Shumë dakord. Kështu që për ta qartësuar këtë zotrin apo çunin, nuk e di se kush është. Ina Style thotë mendoj sekreti është tek vetbesimi dhe dashuria për veten nga parë. Nëse je i qetë me veten, nëse respekton veten, një gjendje të falësh dashurinë dhe ngocit tek tjerë. Po ekziston, ne nuk po hedhim poshtë asnjërin nga këta, ne thjesht po e trajtojmë ose po e shohim një këndvështrim si Ambuena dhe Alla. Ne nuk jemi kundër këtyre këndvështrimeve të tjera, si i thonë. Edhe unë sigurisht që se mund të shtoj. Sigurisht unë mendoj që gjithçka vjen nga vetja. Nëse se ne kemi personalisht mungesë vetbesimi, do të thotë që kemi mungesë besimi në përgjithësi, jo vetëm tek veti, por edhe tek të tjerë. Kemi të pamundur ta krijojmë gjithashtu ose të ndërtojmë marrëdhënie e shëndetshme, sepse gjithmonë do të kemi atë tensionin për të cilën folëm tek një nga pyetjet, pse ndodh ky tensioni. Sepse vetë kemi shumë, si cili prej nesh ka goxha, problemet me të cilet është mirë të njihemi, të identifikojmë tek vetja dhe ta kuptojmë pse ndodhin debatet. Pra se shpesh herë punoj edhe me çiftet në formë life coaching edhe kam të 2 palët pranë, normalisht duhet punohet me 2, po rrallë kam çiftet që e vërtet e kanë atë nivelin e ndërgjegjësimit shumë të lartë dhe vinë të 2 për të punuar. Zakonisht e kam njërin o tjetrin dhe në përgjithësi kam vajzat, të cilët vinë dhe i thonë që unë dua ta ndryshoj partnerin ose çfarë ta bëj unë që ai. Dhe që këtu fillon është ajo pyetja e gabuar, jo që të bëj unë që ai, por çfarë do ta bëj unë që unë. Pra, nëse ai gënjen, çfarë kam bërë unë që ai të më gënjej. Pra, ndoshta unë e kam treguar atij një shenjë, pra që e vërteta atij nuk më pëlqen dhe atij krijohet një lidhje në mend që më mirë të gënjej se sa të mërzis dhe krijohet një lloj situatë e cila do përsëritet nga një situatë në një tjetër derisa të identifikohet problemi, pra pse ndodh që bashkëshorti të gënjen. Pra, jo që ai më ka thënë ai, por çfarë ke bërë ti që ndodh kjo situatë?
Edhe këtu kemi shumë punë dhe shumë pyetje dhe shumë përgjigjet. Dhe sigurisht marrëdhëniet e shëndetshme fillojnë nga vetja, por gjithmonë është shumë e rëndësishme që të punojnë të dyja palët, sepse në qoftë se vetëm një nga partnerët zhvillohet dhe njihet me veten gradualisht, se është një proces, nuk mund të zgjidhen të gjitha komplekset ose problemet që mund t'i kemi. Pra, të dyja palët, atëherë kemi suksesin. Nëse punon vetëm njëra, është vërtet. Kalon në mos cilitje. Santili thot, nuk ka një dashuri të pastër. Ka Santil, thjesht nuk e ke gjetë akoma ty. po, Ka, si s'ka. Kërkoje se do i gjesh Santil. Besoj se dashuria e vërtet ekziston edhe e pastra patjetër edhe ajo që dashuria pa interes ekziston, si nuk ekziston. Thjesht keni parë disa versione dashurisë që janë për interes. Po oalla janë shumë të çuditshëm këto meshkuj shqiptarë, se e din sa quajnë, për shembull nuk e quajnë interes nëse një mashkull shqiptar do lidhe me një angleze për letra. Kupton ti? Nuk e quajnë interes. Ndërsa nëse një femër i pëlqen një mashkull që ka një makinë të bukur, të thonë, oh, ajo e do për interes. Do të thënë, vetëm shohin të femra, jo të vetja. Oalla, në qoftë se je ti dakord, mund të bëjnë ndonjë pyetje nëse kanë, për 1 minutë ose 2, pastaj të vetëm te një, jo nuk është pyetje kjo e fundit, më tepër është një mesazh për gjithë dashuruarit që ke dëshirë t'japësh, por para se të bësh mesazhet mendoj që t'jetë një moment ku bëjnë edhe pyetje këta që po na ndjekin, nëse duan. Në që e kanë patjetër. të live-et e tua të tjera. Nuk e di nëse ka pyetje ndonjë. Santil, flasim në inbox Santil për temën më gjë. Nuk e di, dikush këtu kishte thënë kam një pyetje, por më duket se nuk e bëri pyetje. Po, e pas edhe unë. Beatrice, më duket, nuk e kam saktë se nuk më kalon komenti. Qofse keni një pyetje për Allën, ajo është më saktë se unë sonte. Unë nuk jam përgatit fare për temën, vetëm jam me ca histori që më kanë treguar njerëz që njoh. Edhe në konceptin tim, ajo historia, pjesa e Bërbardhës, Rushes, pjesa e prallave më pëlqeu jashtë mase. Se gjithmonë kam bërë pyetje vetes që pse këto kanë të njëjtin fund, pse këto kanë të njëjtën gjë, dikush e shpëton dhe burra. Nuk e di. Por tani e gjeta pak a shumë përgjigje. Dje kemi folur në inbox në faqen time me disa lexuese të mi për prallet të tjera dhe po flisnim për Bukuroshën edhe Bishën. Dhe aty mendoj se deri diku i kemi më të sakt konceptin i dashurisë, që së bashku, normalisht me energjinë femërore, ndodh që të dy palët arrin të kuptojnë shumë nga ato, gjejnë përgjigjet tek shumë pyetjet që i kanë, sepse vetëm te kjo prallë shikoj që të dy kanë evoluar gjatë marrëdhënies së tyre. Është vërtet. Edhe ata kanë pasur deri diku dramën, por që të dy kanë arritur të punonin me stereotipet të dyja palët. Është vërtet. Më duket se erdhi një Teuta Bislimi, faleminderit që japni mundësinë për desha të bëj një pyetje për atë pjesën se si mund të jetë dashuria e dyanshme. Thënë në pika të shkurtra, si mund ta përshkruajmë dhe pse nuk e besoj që ka dashuri si prallë. Dashurinë si prallë e krijon vetë. E bën vetë dashurinë si në prallë. Ndërsa besoj që kjo fjala më lart Alla është as e për ty se ja të them si mund të jetë dashuria e dyanshme. Disa pika thot, si mund, ose mbase mund të jetë pyetja ku kuptohet ose si mund ta bëjmë dashurinë që të jetë e dyanshme. Po e dyanshme vjen nga vetë fjala, marrëdhënia. Unë do ta jap diçka dhe do ta marr. Dhe këtu është e rëndësishme ta mos ta kemi këtë konceptin që unë u martova për shembull dhe ai duhet
tani ta bëj diçka. Ai realisht nuk duhet ta bëj asnjë gjë dhe bën atë çfarë bën e bën sepse e do. Dhe këtu është hapi i parë që të kuptojmë që asnjëri nga partnerët nuk jeton me konceptin duhet. Dhe kur krijojmë pritshmëritë, normalisht është ky komunikimi. Pra që ta jetë dyanshme, edhe komunikimi duhet të jetë dyanshëm. Dhe mos ta jenë kritikët ndaj njëri tjetrit, po ti, po unë, po si, po kështu, po që ta jetë bisedimi konstruktiv në formë edhe pyetjeve dhe në formë të kërkimit të një lloj feedbacku. Pra, unë do dëshiroja ta kisha këtë, po të lutem më thuaj se çfarë kam bërë dhe unë, ndoshta diçka që nuk shkon. Kështu që ne gjithmonë prandaj kam sjell dhe këtë shembullin i prallëve. Shikojmë sikur ndodhin gjërat pa bërë asnjë gjë. Si për shembull ishte Rapunzel aty te kështjella e saj, nuk bëri asnjë gjë, erdhi vetë princi. Dhe ky realisht është stereotip shumë i gabuar. Të gjitha gjërat që ne kemi në jetë ose përkundërzi nuk kemi, janë rezultatat ose pasojat e veprimeve dhe mendimeve që ne bëjmë. Kështu që nëse duam marrëdhënie të shëndetshme, do të thotë që do të punojmë dhe do investojmë tek marrëdhëniet e shëndetshme, njësoj si do të rrisim biznesin, njësoj si do të kujdesemi për mendimin ton nga ana profesionale, po gjithashtu dhe nga ana personale. Kështu që nuk ka punë pa u lodh. Ose siç për shembull ne e dim që nuk presim dot që të shkojmë në palestër vetëm një herë dhe ta kemi trupin fiber. Ne e dim që shkohet dhe jo vetëm do të bësh 10 seanca ose 10 stërvitje dhe i ke për gjithë jetën, kjo do të thotë është një proces i cili bëhet në vazhdimsi. Dhe sa më shumë investon ti kohën dhe mundimet dhe sinqeritetin dhe sa më i hapur je ti, aq më shumë të kthehet mbrapa. Që njëjtë gjë, gjithmonë kur keni këto pyetje të tilla, për shembull, imagjinoni veten palestër. Se coaching vetë si profesion ka evoluar nga sporti, pra trajnerët e sportit janë kthyer pastaj në biznes dhe pastaj në jetë. Kanë kuptuar që po këto metodat ecin në fakt edhe me jetët e njerëzve, sepse punë është, ka punë, jo me kot është kjo shpreha. Po, është vërtet, është vërtet. Faleminderit shumë për të udhëm. Po ta falenderoj që na ndoqën. Faleminderit. Besoj se do ketë pyetje të tjera. Unë besoj se kemi dhënë shumë informacion dhe është shumë e rëndësishme që të rimendojmë dhe ta bëjmë diçka ndryshe. Mesazh, një mesazh për dashuruarit. Mesazh. Mesazhi kryesor sot është të reflektoni të gjitha që kemi përmendur, sepse njohuritë dhe do të thënë ato gjërat që ne e dim dhe që ne e bëjmë realisht nuk janë të njëjtat. Se shpesh herë shkojmë në trajnimet, lexojmë libra të cilët janë në pafundësi tani, dëgjojmë videot në YouTube pafund për marrëdhënie të suksesshme. Po çfarë bëjmë në jetë? Pastaj vazhdojmë me njërën e të jetuarit siç e kishim nisur dhe themi që okay, nuk funksionojnë gjërat. Kështu që mesazhi kryesor e ditës së sotme është të rimendoni ose të reflektoni këtë pikat që kemi përmendur, të analizoni veten ku ndodheni ju tek trekëndshë dhe në momentin që njiheni me këtë skenaret, është shumë e lehtë pastaj të identifikoni cilën rol ju jeni duke luajtur dhe ta ndryshoni, të dilni. Pra është e mundur dhe i keni ju në dorë të zgjidhni rolin në cilën ju do luani në jetën tuaj. Edhe të sillni në jetë këto njohuritë në formë praktike dhe duhet ta bëjni diçka ndryshe. Po mos ta ngatrojnë atë pjesën e rolit të mashkullit që merr përsipër kësaj gjëra, e kupton se mashkulli prapë ka të pjesën e tij të burrërisë edhe të disa detyrimeve që i bën. Ose mos e ngatrojnë këtë pjesën që të faktin që presin nga një mashkull që tjetë pastaj qullës. Jo, mashkull e vetë. Ne sigurisht që nuk po flasim për ekstremet ose nga ekstremin ekstrem, po në qoftë se e ofron gruas ose partneres e vet sigurinë psikologjike, fizike, financiare, do të thotë që këtë i bën jo sepse duhet ose ka thënë dikush merre këtë gruan dhe do ta bësh këtë si detyrim. E bën këtë gjë sepse e do, por e bën atë gjithashtu jo vetëm se
jo vetëm se është një ndjesi ose ato hormonët që përmendes, ato hormonët ikën pas 3 vitesh. Do të thotë se e merr dhe diçka nga partnerja. Dhe nga partneri është vlerësimi, është besimi gjithashtu, sepse në momentin kur ai realisht realizon ato detyrën e thonjza të burrit, por ajo bashkëshortje ka mungesë besimi tek ai, prapë ngecem te konfliktet të tjera dhe aty pastaj dalen këto trekëndshët të tjera që përmendëm, trekëndshët e dashurisë, që nevojat e paplotësuara tek besimi, tek vlerësimi, do ta shkoj ta gjej tek një person tjetër, i tretë. Dhe pastaj fillojnë i marrin pjesë-pjesë, pra nuk bëhet marrëdhënia që unë e jap dhe unë e marr, o e jap këtu dhe i marr atje. Fiks fare. Si ping-pong, fiks ai trekëndshi është. Po. Ndërsa unë mendoj, për t'i kthyer një përgjigje ishte edhe Teuta Selimi që tha që nuk ka dashuri si në prallë. Në fakt ka dashuri si në prallë, mbas edhe më të bukur se prallet. E rëndësishme është që të dish se si ta bësh, të dish se si ta krijosh, edhe të kesh gjetur edhe personin që vërtet e do. Kështu që gjithçka është e realizueshme, mos të dihet çudi Teuta. Mirë. Dhe autori i prallës je ti. Po, fiks, se cila nga ne është autore e prallës që do jetoj. Valla, duhet ta mbyllim atëherë. Po, sigurisht. Unë jam kënaqur me gjithë të informacion, të falenderoj shumë Tomas që bëre këtë live. Faleminderit. Që flet shqip më e veçantë në botë. Faleminderit. Më e veçantë në Shqipëri dhe në Rusi madje. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi gjithashtu dhe faleminderit të gjithëve për pyetjet. Dhe po i ruaj live-et që mund të rishikoni. Dakor. Faleminderit atëherë. Faleminderit shumë dhe natën e mirë. Natën edhe ty. Ciao. Natën, bye.